Christian Shpendi ka bindur të gjithë me paraqitjet e tij në vitet e fundit të skuadra Cezenas, duke u kthyer në një nga emrat më interesantë në panoramën e futbollit italian. Djaloshi, i cili në vitin 2025 debutoi me kombëtaren shqiptare, ka përfunduar kësaj në shinjestrën e klubeve të ndryshme në futbollin italian dhe jo vetëm. Mediat pranë klubit italian raportojnë se falë këtij interesimi, Cesena e ka të qartë se do ta ketë vështirë ta mbajë për një kohë të gjatë sulmuesin, ndaj edhe ka vendosur një çmim për kartonin e tij, duke bërë të qartë se nuk do ta lejojë të largohet pa u paguar një shumë prej 4 deri në 5 milionë eurosh, duke mbajtur dhe një përqindje për shitjen e radhës së tij. Megjithatë, drejtuesit e klubit kanë hedhur poshtë zërat se ka një ofertë nga Al Sadd në Katar për sulmuesin shqiptar. Në Itali ishin përhapur lajme se trajneri i kësaj skuadre, Roberto Mancini, ishte interesuar personalisht për sulmuesin, por këto lajme nuk kanë gjetur konfirmim në klubin e Cezenës, i cili gjithsesi nuk ka lënë të kuptohet se cilat janë klubet më afër futbollistit shqiptar.